Përshëndetje, unë jam Jordi Memishaj, përfaqësues i Partisë Social-Demokrate dhe kandidat për deputet në Parlamentin e Shqipërisë në zonën e Tiranës, në njësinë 6, e cila përfshin kombinatin dhe zonat përreth. Unë mendoj që njerëzit duhet të zgjedhin personat dhe deputetët të cilët i kanë pranë dhe janë pranë tyre, personat të cilët ju përgjigjen dhe janë të ndjeshëm ndaj nevojave të tyre, dhe edhe nëse nuk ju zgjidhin, mundohen dhe i çojnë ata një hap më pranë zgjidhjes. Unë mendoj që Partia Social-Demokrate është një partia e cila përfaqëson këtë gjë. Përfaqëson të qenit afër njerëzve, të qenit afër popullit, të qenit afër halleve dhe problematikave të tyre, dhe qëndron si një urë shprese dhe urë zgjidhse ndaj këtyre halleve dhe problemeve. Unë i ftoj njerëzit që të zgjedhin që datë 11 maj të zgjedhin këto persona të cilat i kanë afër, persona të cilët mundohen për ta, persona të cilët ju japin një zgjidhje problematikave të tyre, të zgjedhin Partinë Social-Demokrate. E ftoj të gjithë banorët e Shqipërisë, të gjithë votuesit shqiptar që të votojnë Partinë Social-Demokrate, të votojnë zotin Tom Doshi, dhe të gjithë banorëve të Tiranës dhe votuesve të Tiranës të votojnë mua, Jordi Memishaj, si përfaqësues dhe si zë të tyre në parlament. Faleminderit.